instrumenti i okarinës për ju dhe për shikus është ky. Po. Është instrument i cili është zbulu në vitin 1968 në fshatin Runek afër Skënderajit, gjatë gërmimeve arkeologjike. Si rezultati i këtyre gërmimeve janë gjetë shumë shtresa të periudhës së neolitit apo të periudhës e cila daton dikon rreth 6.000-7.000 më tutje vite nga sot. Është një periudhë, mund të themi që është një periudhë e pasur në territorin e Kosovës, për fat mirë prap një ekskluzivitet këto muaj, para 2-3 muaj është zbulu edhe periudha e paleolitit në arealin afër këtij lokacioni ku është zbulu kjo, që do të thotë se treva ku ne jetojmë është një treve shumë pasur, shumë stresore në aspektin edhe të qytetërimit, po edhe të shtresave arkeologjike të cilat bartin me vete gjuhën të civilizimit që nga e periudhë, domethënë përmi 50.000 vite e kënej, ndërsa instrumentit të cilin e kemi si temë i takon periudhës së neolitit, që thot nga sot dikon 6.000 dhe 7.000 vite e tutje, aty dikon është daton sepse neoliti është varet për regionit edhe për periudhës kur ka fillu me u zhvillu, dikon daton pak më herë, dikon pak më vonë, varet në cilën trev të Evropës apo të Ballkanit është, e kjo është trev dikon 7.000 më shumë vite që i takon ky instrument. Atëherë, këtë instrumente kemi në përveç muzeut e kemi edhe në përdorim përditshëm sot në Kosovë. Po. Në fakt, më lejoni që ta shpjegoj në mënyrë kronologjike se si është zbulu ky instrument. Siç e tham, gjatë gërmimeve arkeologjike është zbulu shumë gjetje tjera, ndërto edhe kjo. Në fillim nuk është ditë se për çka bëhet fjala, sepse siç mund të shifet, është e ka pamën sikur figurat antropomorfe, të cilat janë karakteristike për këtë periudhë kohore. Ju e dini që Prishtina e ka si simbol një figurë të tillë, një figurinë që quhet Hynesha në Fran, edhe pjesa e epërme ku është koka duket e ngjashme me edhe instrumenti i gjason. Por me kalimin e kohës ka qenë një muzicient i njohur, Shaqiroti, ka shfaq interesim të madh në Muzeun e Kosovës ka qenë vendosur okarina. Nuk është ditë as emri si të quhej. Po. A është interesu edhe i merr për masat, e cila ky instrument është i gjatë 8 cm, ndërsa i gjerë është 5 cm. I ka gjithsej 3 vrima. Këto 2 vrima siç mund të shifeni ka këto, edhe ka një vrim që kjo është e epërme, kjo quhet buzore, aty ku ekzekutuesi i fryn instrumentit edhe nëpërmes këtyre 2 vrimave i sharton tingujt edhe nxjerr melodi të ndryshme. Thonë të drejtën, kur ka prodhu instrumentin e para, i ka qenë Shaqiroti, të cilit jemi shumë falenderues sepse ai ka qenë shkaktari që është gjetë që është instrument, e prodhon edhe fillon me ekzekutu, sepse ai ka qenë një instrumentist virtuoz, ekzekuton dhe nxjerr tinguj. Po halli ka qenë se çka është, çu ta quajmë. Duke marrë parasysh se në shekullin 19 një ullumtues dhe një studius edhe një interpretues nga Italia, Giuseppe Donati, i cili ka lind në shekullin 19, ka mesi shekullin 19, ka jetu dikun për 19 vitesh jetë, ai ka prodhu okarinat moderne, të cilat kanë shumë vrime. Me leje ta marrë një instrument ta shohin me leje. Për shembull, kjo është një okarinë e cila është e prodhuar në Itali. Këtë lloj okarinash kanë prodhuar Giuseppe Donati, edhe në botë njihet si themeluesi i okarinës moderne. Kjo ka shumë vrima edhe ka shumë mundësi për me ekzekutu shumë melodi, sepse t'jap mundësinë, ndërsa okarina jonë e jonë sepse kjo është periudhë para Ilire dhe para Dardane, është dikun 2-3.000 vite diferencë me emërtimin e Ilirëve dhe Dardanëve, sepse është e neolitit, është më thjesht edhe si rezultat i kësaj
është më e vjetër, Po. sepse është më primitive. Në gjuhën poloneze, emri okarin thot oka, do të thonë është zëri i patës. Aha. Edhe fillimisht është mendu që kjo është përdorur si karem për gjuhëti, sepse lëshon tinguj të cilat i gjasojnë zërit të patës. Edhe ka mujt gjuhëtarët me përdor si karem për me orë patat e mëdha dhe me gjuhë. Po. Do më thonë edhe kjo ka pas mundësi. Mirë po, me qenë se gjithë ne pas ashaq që e përmenëm, fillon me nxjerr tinguj edhe melodi të tanishme, atëherë e merr emrin, e huazon emrin e okarinës, pikërisht nga okarina që prodhohet jo vetëm në Itali, po dhe në lindjen e largët, edhe sot prodhohen okarina të ndryshme, për me i lënë emër sepse është klasifikuar si instrument frymor, edhe si rezultat i kësaj ja vjen emri okarin. Pra emri okarin është i huazuar si rezultat i asaj këtij relacioni që përmendëm pas më herët. Atëherë kemi gjetje nga të okarinës në vende tjera të botës apo vetëm në Kosovë? Ne nuk kemi shumë informacione për okarina tjera ka edhe në botë, në lindjen e largët, edhe në Itali, në Evropë edhe në shtetet skandinave. Por si rezultati gërmimeve arkeologjike në territorin e sotshëm të Kosovës është veç një eksponat që është gjetë, edhe ai eksponat së bashku me 1300 eksponate tjera ka përfunduar në Muzeun e Beogradit. Sot origjinali ndodhet në Beograd. Fatkeqësisht, ne besim me shpresë që një ditë ky instrument t'i kthehet Kosovës, vendit ku është zbulu, sepse edhe në burimet jo vetëm tona, po edhe burimet serbe figuron që ky instrument është zbulu në Skenderaj, në fshatin Runik. Edhe ne quajmë okarina e Runikut. Për informat, janë marrë shumë festivale muzikore, edhe një çmim që ndahet i veçantë quhet okarina art, sepse e kanë vendosur si çmim për shkak të simbolikës që paraqet ky instrument edhe rëndësisë së tij. Fatmirësisht, në kohë të fundit kemi filluar me u marr pak më intensivisht me këtë instrument. Duke bashkëpunuar me ambasadën e Shqipërisë këtu në Kosovë, me ambasadorin Petrit Malaj, ku më parë nuk e ka një muaj, e kemi marrë unë e kam marrë një ligjërat në në Tiranë, duke prezantuar instrumentin në mënyrë që fillimisht ta promovojmë, ta njohim pak më mirë edhe në aspektin profesional, po edhe në aspektin medial, sepse ne jemi shumë të interesuar që kjo vegël muzikore të përfundojë në mbrojtjen e UNESCO-s, sepse është e rrallë, edhe takon kategorisë instrumenteve më të vjetra që në zbulu në arealin jo vetëm tonë, Ballkanit, po edhe Maxhar, për shkak se është e vjetër siç e tham nga koha e Neolitit.